Korça dhe fshatra turistike dhe këtë vit janë renditur ndër destinacionet më të preferuara ku turistët vendaset huaj kanë zgjedhur të kalojnë natën e ndërimit të viteve. Për këtë fest, Bashkia e Korçës, krahas organizimit të një koncerti të madh në qendër të qytetit, ka dhuruar dhe një spektakël mahnitës fishek zjarresh. Qindra banor, por edhe turistë vendaset huaj kanë mbushur sheshen për të shijuar atmosferën festive dhe për të përcjellë vitin e vjetër. Në tingujt e muzikës dhe koncertit organizuar nga Bashkia e Korçës janë përcjell urimet, përshëndet mbarësi dhe një vit të ri 2026 sa më të begat për gjithë qytetarët. Parësi e kime nga zoti për qinë, e shpejt. Harmonika, zhuri, pësuar një vitim parë, shumë në zemra. Uroj sa më shumë që letë, parësi edhe letë. Sa, i dhe ka. I dhe ka dhe i dhe ka të rëmësi. Spektakli fishek zjarresh ka pasur edhe në qytetet e Pogradecit, ndërsa atmosfera festive është ndjerë në Kolonjë, Maligj dhe Devol, ku qytetarët kanë festuar ndërimin e viteve në sheshe dhe ambiente të hapura.